Warren Buffett është i vetmi nga 500 miliardierët më të pasur në botë që ka përfituar financiarisht nga tarifat e presidentit Donald Trump, të cilat kanë shkaktuar panik në tregjet globale dhe kanë zhytur bursat në krizë. Sipas të dhënave më të fundit nga Bloomberg Billionaires Index, 499 prej miliarderëve më të pasur kanë pësuar humbje të mëdha në pasuritë e tyre që nga fillimi i vitit 2025, ndërsa Buffett ka rritur pasurinë e tij me 12.7 miliard dollar. Ndër humbësit më të mëdhenj është Elon Musk, i cili ka humbur plot 130 miliard dollar vetëm këtë vit. Ai ka bërë thirrje të drejtë për drejta por të pasuksesshme ndaj presidentit për të rishur tarifat, duke cilësuar ato si të dëmshme për prodhimet dhe eksportet amerikane. Edhe Jeff Bezos e Mark Zuckerberg kanë pësuar goditje të mëdha me humbje prej përkatësisht 45.2 dhe 28.1 miliard dollarësh. Ndërkohë Buffett, 94 vjeç, ka ndjekur një strategji krejtësisht të ndryshme. Ka shitur shumicën e aksioneve të tij në kompani si Davita Bank of America, Citigroup dhe Apple, si dhe ka likuiduar fondet e ETF, që më parë i kishte deklaruar si burim fitimi, shkruar në CNN. E ka grumbullua një rekord prej 325 miliard dollarësh më parë të gatshme, duke i dhënë Berkshire Hathaway një fuqi financiare sa për të blerë të gjitha kompanitë amerikane përveç 25 më të mëdhave. Në një intervistë për CBS News, Buffett i quajti tarifat një akt lufte në një farë mase, duke treguar hapur shqetësimin e tij për politikat ekonomike të Trump. Megjithatë, ndryshe nga shumë të tjerë, ai duket se ka përfituar prej tyre. Ndërkohë që tregjet botërore shemben me indeksin e S&P 500 që ka rënë me gati 20% që nga shkurti, Trump vazhdon me kokë forci të mbrojë tarifat, duke cilësuar si një strategji për të ringjallur prodhimin amerikan. Ai paralajmëroi se nëse Kina nuk tërhiqet nga kundërmasat e saj tarifore deri më 8 prill, SBA do të vendosë tarifa shtesë prej 50% në 9 prill, duke rritur frikën për një recesion global. Ndërkohë Berkshire Hathaway, me një vlerë tregu prej 1.06 trilion dollarësh, po është vendosur vëmendjen drejt investimeve në Japoni, duke shtuar aksionet në 5 shtëpi tregtare gjigante. Buffett ka shitur gjithashtu edhe pjesë nga perandoria e tij në pasuritë paluajtshme, sipas Wall Street Journal. Kompania Compass është në bisedime të avancuara për të blerë Home Service of America, degën imobiliare të Berkshire. Ndërkohë, pjesa tjetër e botës financiare po lëngon. Vetëm të premten u zhdukën 32.9 miliard dollar nga pasuritë e miliarderëve. Dita më e keqe që nga pandemia e COVID-19, vlera totale e humbjeve të 500 njerëzve më të pasur ka arritur në 536 miliard dollar në vitin 2025, ndërsa Trump i qëndroni pa lëkundur tarifave, ekspertët paralajmërojnë se pasojat mund të jenë katastrofike për ekonominë globale. Por për Warren Buffett, njeriu që bleu aksionin e parë në moshën 11 vjeçare dhe ndërtoi një nga perandoritë më të mëdha financiare në botë, kjo krizë po rezulton të jetë një tjetër kapitull suksesi.